Fancat e Gjestit janë në pritje të rikthimit të tij në skenë, por deri tani nuk ka ndonjë informacion zyrtar nga vetë artisti apo edhe menaxhmenti i tij. Burimet të afërmta me këngëtarin kanë arritur të kuptojnë se edhe pse po pritet me padurim, ende nuk kemi diçka konkrete, theksoi ky burim. Pavarësisht thashëthemeve dhe pritjeve të shumta, askush nuk mund të konfirmojë nëse ai po përgatit ndonjë këngë të re, koncert apo një rikthim surprizë në skenë. Pas një jete të gjatë dhe pas humbjes së babait 25 vjet më parë, Shpat Kasapi është varrosur dje pranë tij, duke e bërë këtë një rikthim simbolik dhe emocional në vendin ku shtrihet i ati i ndjerë. Familja dhe ndjekësit e artistit kanë përjetuar një moment të thellë trishtimi, ndërsa ceremonia martore është shoqëruar me ndjenja të forta reflektimi mbi jetën dhe karrierën e këngëtarit. Ky veprim tregon lidhjen e veçantë mes tij dhe babait, edhe pas largimit prej shumë vitesh. Nga stafi ynë, ngushëllime gjithë familjes.